ka qenë kur unë bëra 30 vjeç, ishim në një fundjavë në Rom. Festoja ditëlindjen, e ndjeja që ai do e bënte. E ndjeja. Ndjeje. Po e ndjeja se nuk gërmova. Se tash lërë fare. Pata një dyshim se ky kërkoi Marcelën për një gjë. Domethënë dhe i pash ishim bashkë tash. Marcelën e Geraldinës, dekori, e bëre lidhjen Po e ti. dinte jo si ishte vetëm dekori, se sa i zbëri asgjë me dekor, por donte që t'i zgjidhte unazën. Me taksi, i thot taksistit, "Lekët ai s'po i kthej te konsultori, nuk ka problem, dil për jashtë, dil Lorinda, dil." Dhe në atë moment u thash, "Mas, kur ky ishte aq shumë Aq i agituar. mos ky ishte tash do ulet në gjojnë tash." Si qa do bëj Me unë? erdhi siklet aty shumë. Kishte Po njerëz? dëgjoj, po kishte shumë njerëz. Ishte ora 12, po prap kishte shumë njerëz. Edhe shumë mos ul. Ori, nuk e pse. Më lërë ta bëj tamam. Mos ul, të lutem, mos ul. Tash,